Në dhomën e ullët e Parlamentit Britanik, sekretarja e brendshme, Shabana Mahmood, prezantoi një plan 33 faqesh për trajtimin e migrantëve të palishëm, duke përmendur shqiptarët dhe kërkesat e refuzuara për azil si një shembull negativ. Kemi për shembull rreth 700 familje shqiptare të strehuara me fondet e taksapaguesve britanik, të cilëve u është refuzuar azili. Kjo ndodh pavarësisht marrëveshjeve të kthimit në fuqi dhe faktit që Shqipëria është nënshkruese e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Sekretarja e brendshme theksoi se qëllimi është të sigurohet kthimi i familjeve në mënyrë vullnetare, por paralajmëroi se autoritetet do të përdorin forcën për ata që refuzojnë bashkëpunimin ose shmangen nga procesi. Shqiptarët janë përdorur si shembull negativ në politikat të ngjashme dhe nga ish-ministrat konservator. 3 vite më parë, ish-ministrja Suela Braverman përmendi të njëjtën çështje duke i shkaktuar përplasje verbale me kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili e akuzoi qeverinë britanike se përdorte emigrantët shqiptar si justifikim për dështimet e veta politike. Në planin e prezantuar, qeveria britanike thekson se synon të përshpejtojë procedurat për kthimin e emigrantëve që nuk përfitojnë azil, duke u fokusuar tek menaxhimi i qendrave të pritjes dhe transferimi detyrueshëm për ata që nuk bashkëpunojnë. Ky veprim pritet të jetë një test i ri për marrëdhëniet bilaterale me Shqipërinë dhe një sfidë për komunitetin shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar.